Të gashu qytetarë gjithë Shqipërisë, ju përshëndes me gjithë zemër. Edhe unë si parafolësja, Vin Galioni. Unë jam Recep Hoxha, kampion për diasporën. Kam najtu 20 ditë, shkova 30 Lion, takova familjen dhe edhe sot me avion. Kam kërkue në 5 agjensi, nuk kom gjetë bilet, kam shkue në Milano, ma 5, kom mor avioni, kom mor sot tu. Ju përshëndes gjithë. Unë kam një paralajmim për Edi Ramën. Edi Rama ka thonë, do shisi Qelesre, do shisi Qiftelia, do shisi Sharkia, do shisi Flamuj, na nuk do t'i shesim. Edi Ramës i bëj, i para jush, jo kërshtim, po e do i them, une bashkë me Trobejon dhe ja mësojmë Qiftelin, dhe ja mësojmë Lahuten, dhe ja mësojmë Kapuka, dhe ja mësojmë Qeleshen, dhe ja mësojmë Qeleshen në kokë, edhe një paralim për jabet, para jush, para të shqiptarve, pa mori veshën gjithë Shqipëria të të bota. E di Rama, une dhe kom të jashi Qiftelin, une dhe jashes e di Rama Qiftelin 100 euro. 100 euro, aji ka për të pable muhe 1 milion euro, ka mi kthej 1 milion euro që ka vjell muhe, e ta popull shqiptar. Me miliona euro në ka vjell, krimineri shqiptarve, nuk ka pas Shqipëria, kur kërministër, ma leken, ma të postur, ma kriminel, i ka vjell shqiptar, i ka, në që s'ka kalqurën pruhe. Kriminel, pashtë të Rama, pashtë të një ti, barbare, revolucion,